Kryeministri Edi Rama në konferencën për mediat ka folur edhe lidhur me vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra. Rama tha se ndonse është një rast ekstrem, qeveria do ta respektojë pa kushte vendimin e gjyqësorit. Do ta ruajmë dhe mbështesim pavarësinë e gjyqësorit, do ta respektojmë pa kushte vendimin e pezullimit të ministres dhe në ndërkohë do të kërkojmë mbrojtjen e pavarësisë së funksionimit të cënuar të qeverisë vetëm tek drejtësia në gjykatën kushtetuese. Këta jemi ne, ky jam unë, dhe kështu do të jetë deri në fund, kur unë të kem privilegjin që të udhëheq Shqipërinë për ta bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Mbrojtja e pavarësisë së re dhe jo të përkohshme të sistemit drejtësisë është prioriteti ynë absolut edhe përballë situatave kaq flagrante sa kjo situatë. Nga ana tjetër, Rama deklaroi se qeveria shqiptare do ta çojë në gjykatën kushtetuese vendimin e gjykatës së posaçme dhe do të pritet vendimi i kushtetueses. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Për këtë çështje u pyet edhe komisionerja për zgjerimin Marta Kos, e cila deklaroi se nuk mund të komentojë për çështje konkrete. Megjithatë, duke u ndalur tek sistemi gjyqësor, Kos tha se është një nga arritjet më të mëdha që ka qenë pjesë e gjetjeve të Bashkimit Evropian. Nuk mund të komentoj çështje konkrete. Ajo që mund të them është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë gjatë viteve të fundit dhe gjithashtu Shqipëria ka patur një ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit. Dhe këtë ne kemi patur si pjesë të gjetjeve tona dhe kemi bërë edhe pjesë të raportit të zgjerimit. Kujtojmë se ditën e shtunë, shkalla e parë e gjykatës së posaçme ka bërë me dije se do zhvillohet seanca për marrjen e pyetje të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kryetar SHS Gentian Gjyli dhe drejtuesit të keshit Erald Delezi.